Për këtë arsye të kthejmë në temën tonë, që pjesa e parë e fjalës La ilaha illallah është mohimi i të gjithë zotrave që adhurohen me të padrejtë. Për këtë arsye, kjo është elementi që e dallon, që thot Ibn Qayyimi, kjo është elementi që e dallon muslimanin për jo muslimanit. Kjo është sharti dhe kushti që Allahu Azza wa Jall e ka dallu hakin të vërtetën nga pa e vërtet. Pastaj në rrëfejet se erdhën Kurejshët e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i thanë: O Muhammed, adhuroje që i shdush zotin tanë, vetëm e kena një kërkesë e ti, mos në i ofendo zotët tonë. Pra thuaj se Allahu le të adhurohet, s'ka problem. Pasi që pejgamberi Allahut nuk pranoj që një ditë të adhuroj zotrat e tyre dhe ato të adhurojnë zotin e Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Nuk pranoj pejgamberi Allahut, vinë ditë në ditë, kompromisi ditë, thonë: O Muhammed, adhuroj zotin tanë, mos e adhuroj zotet tonë, veç një kërkesë. Mos në i ofendo, mos në i shaj zotet tonë. A pranoj pejgamberi Allahut? Asesi. Pse ja Muhammed këtë kompromis nuk pe pranon? Tha për çka këse? Gjisa e fjales La ilaha illallah rënot. Allahu Azza wa Jall ka ardhë me këtë fjallë që të mohojmë, që ti luftojmë, që ti pengojmë, ti këthjellojmë krijesat e Allahut. Se ata nuk e meritojnë adhurimin, ata nuk e meritojnë nënshtrimin, ata nuk e meritojnë gjykimin. Pra ata janë zot të qërë, që la ilaha illallah ndeshët me ta. Për këtë arsye pejgamberi Allahut 40 vite jetoi, nuk e adhuroi idhuj. A tronditi dikush? A ngocmoi dikush? A akuzoi dikush? Prej kur filloi betejë mes Muhammedi sallallahu alaihi wasallam dhe mushrikëve të Mekës, prej asaj dite kur pejgamberi Allahut i tha la ilaha, s'ka këtë zota që adhuroni, prej asaj dite filloi betejë illallah. Këtë adhurime, këtë frikë që e keni, këtë shpresë që shpresoni, këto duni t'ja mbështetni vetëm Allahut e jo gurve që i maroni me duart e juaja. Për këtë arsye Ibn Abbasi në rrëfen dëgjoni që ta kuptoni këtë element krijesor. Ibn Abbasi na transmeton që pejgamberi Allahut i tha Ebu Talibit: Ja Ebu Talib, kus pranoj pejgamberi Allahut të hesht që ta përcjellë emanetin e Allahut, se Allahu i pa thonë Kurani Kerim: Fasta bima tu'mar wa aridan il mushrikin, aridan il jahilin. Pejgamberit Allahut i tha: O Muhammed, publikoje atë të cilën të kena zbrit. Të në ke zbrit që Arab, tha: O eruq se fahgjur, tha dhe sulmoj idhujt zotrat të cilët adhurohen pos Allahut Azza wa Jall. Pejgamberi Allahut s'ka kompromis. Atëre pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që të kuptojmë se fjala la ilaha illallah nuk do të thotë të pranosh vetëm Allahu që e meriton adhurimin, po fjala la ilaha illallah do të thotë e para të mohosh adhurimet që i bën qerve pos Allahut dhe të pohosh se Allahu është i vetmi që meriton adhurimin. Ibn Abbasi në rrëfen dhe në thot: erdhën të Ebu Talibi që të bojnë kompromis me pejgamberin Allah. Biseda e gatë e zhvilluan, pasaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha Ebu Talibit, tha thuj këtinve, tha tregoj këtinve, ja Ebu Talib, se unë me një fjalë, nëse këto e thojnë një fjalë, tha i premtoj atinve se kejt Arabët kanë me ju nënështru
dhe kejt jo arabët kanë me paguj tatim. Ebu Gjehlit dhe Ebu Lehebit jargët i shkonin që arabët ti nënshtrojnë në nënkom të ti. Tha jo një fjallë 10, 1000 për i thojmë, na trego qëfar fjallë, o Muhammed. Tha thuni, la ilahe illallah. U quan mushrikët të friksuar dhe than, e gjale aliheten ilahen wahida, inna hadha le shejun ujab. Ki Muhammed sa pun me bon kompromis me ta. A don kejt zotët ton që na i kanë lon emanet baballar ton me bon i zot? Që kuptuan mushrikët fjallën la ilaha illallah? E kuptuan se vetëm një meriton të adhorohet. Për ndryshe, Ebu Gjeli dhe Ebu Lehebi kollaj e kishin shqiptu, qka problem? Jo njerë, 10 herë, 1000 herë, tham la ilaha illallah, jo! Ata e kuptoshin se nëse e ban këta, ke hime një kontrat të duesh të qiç pi përdorimi gjdo besim që e kanë lon babalar tu. Për këta si e traditën sot kër i tregon, ka thonë pejgamberi Allahut se në lenë, pse? Baba vetja ka lon, vledhët të ndërshëm, atë që na i ka lon trashëgim pejgamberi Allahut, atë që na i ka lon Allahu, duhet të jetë ma e shtrejt në emrën tonë se atë që ta kalon baba jotë. Pa i nënqmu baballartë musliman që kanë qenë para te, për kundrazi, na krenomu me to, që na asë qereki sinceritetit atinve se kemi, me gjitha të, nëse ndeshët fjale pejgamberit Allahut, me fjallën e babës tanë, dije se ke im provim. Allahut ka shti provim, ka ne donë ma shumë që ati e për parësi. Për këtë arsye këto gjelmoshat e ri tash kur po hin provim mes grujes edhe babas dhe nonës, më nëren po dalin banezën veti me liru babën dhe nonën. Gjithashtu transmeton Amr ibn Abese, i cili thot, erdha e pyeta pejgamberin Allah dhe i thash, ja Rasul Allah, me qka të ka dërgu Allah? Ndëgjoni, tham ka dërgu Allah bil kufri bil authan, me i mohu zotat që adhërohen pos Allahut, me një transmetim tjetër, me i thi idhujt që adhërohen pos Allahut azza wa jall.